Qarshia madhe e Gjakovës këtë fundjavë nuk ishte vetëm një histori e qytetit. Për një natë ajo u kthye në një hapësirë të gjallë rinore ku muzika, dritat, vallëzimi dhe energjia të rinjëve i dhanë një tjetër ritëm zemrës së qytetit. Edicioni 15 i White Party këtë vit erdhi me një ndryshim të veçantë. Pas viteve të organizimit në ambiente të mbyllura, festa zbriti në hapësirën e Qarshisë së Madhe, duke sjellë mira të rinj e të reja në një nga vendet më karakteristike të qytetit. Pothuajse të gjithë të veshur në të bardha, të rinjt u bën pjesë një nate plot energji. Tingujt e muzikës së përzgjedhur për publikun e ri, vallëzimi dhe atmosfera festive vazhduan deri në orët e hershme të mëngjesit. Për organizatorin e Pikat Hoxha, ky edicion kishte një emocion të veçantë. Ndryshimi i lokacionit sipas tij solli edhe një tjetër dimension të festës, duke afruar atë me vetë qytetin dhe një hapësirë që zakonisht e njohim për historinë dhe traditën. Qytet pak ma ndryshor, për shkak që kanë bërë në Qarshinë e Madhe, në Qarshinë e Vjetër Gjakovës, edhe ku jena mundu që këtë vit të vinë gjitha këtë moshat, jo veç të rinj, edhe kena qytë ma special për shkak që e mujnë marrë të rinjt edhe me prind, edhe me gjyshën, se jo edhe me gjyshën. Edhe arsyeja se kena bërë në Qarshinë e Madhe, qytet ka konë distanciacion në Qarshinë e Madhe me shumë programe të bukura, edhe qërshim një torë pëse jo me të mi bo White Party edhe në Qarshinë tjetër. Edhe pse infrastruktura e Qarshisë nuk ka mundësuar shumë dekorime, atmosfera nuk ishte nevojë për shumë më tepër. Qina kontravizu në dekore, në shërbim, në gjana gjeja, po prapë se prapë njerës me doken lundër, janë të kalu mirë, besoj që ka më shku shumë bukur. E pikërisht këtu qëndron edhe bukuria kësaj mbrëmje. Rinia dhe trashëgëmia u takuan në të njëjtin vend. Kaldrëmi i vjetër u mbush me ritmin e një brezi të ri, duke dëshmuar se hapësirat historike mund të jetojnë edhe përmes ideve, energjisë dhe kreativitetit të rinjëve. Ka ndrejt vendin, atmosferë mirë, zona vjetër e qytetit, edhe dritin ka dalin më shumë. Tu ambienti e bën vetën, pjesa vjetër e qytetit e ka lezetin e vetë. Është prenajave ma të buka që e kena kryu këtë vetë besoj, nuk e besoj që mund të pas e naj ma të buka, sidomos stopi që ka një organizu këtë naj, është një prenajave ma të bukave edhe nuk besoj që jem shumë i lumë dhe të gjysh ko shumë bësirë që është ngjyra e borë që shkelqen qytetin e Gjakovës, jena shumë kënor që kena një tradit shumë të mirë që i mirëpresim njerëz të unë, njerëz për qyteteve tjera, kjo është e ardhmja jonë, dashuria jonë në qytetit tonë. White Party në edicionin e tij të 15 solli më shumë se një natë argëtimi, solli një qarshi të mbushur me jetë, muzikë dhe rini, një natë ku historia e qytetit nuk mbeti në heshtje, por u përball me ritmin e së tashmes.